Vallai pun ka, po pare s'ka. Dhe këte e dëgjon në shumë raste prej njerëzve. Pun ka, pare s'ka. A ke nevoj që Allahu ta shton pasurin tënde, që Allahu ta shton bereqetin tënd, që Allahu ta shton rizkun tënd? Thuaj elhamdulillah. Si janë punët, si është gjendja? Elhamdulillah. A ecin gjërat mirë, a ec tregtia, a ec biznesi, a ec puna? Elhamdulillah. A mundesh me imbulu hargjimet, me i kry obligimet? Elhamdulillah. Por çdo gjë thuaj elhamdulillah. La in shakartum la azidannakum. Nëse ju thoni elhamdulillah, e falenderoni Allahun, Allahu do t'u ashton juve. E nëse ju ankoheni, vallai pun ka, po pare s'ka. Dhe këte e dëgjon në shumë raste prej njerëzve. Pun ka, pare s'ka. Kjo është ankim, ankes ndaj Allahut Azza wa Jall. Thuaj elhamdulillah. Pun ka dhe pare ka. Ndoshta në disa raste bereqet nuk ka. Për çfarë arsye? Ndoshta ne